Imagjinoni tesin e mes të asgjës, në pjesën më të nxehtë dhe më të ndaluar të shkretëtirës afrikane, ku qeveritë kërcënojnë me vdekje çdo që guxon të afrohet. Atje nën rërën përvoluese, shihet një sekret që bota nuk duhet ta di kurrë. Kur Marabi, një sportist i çmendur, pas aventurës, vendosi të sfidonte shtetin, ai nuk e dinte se do të binte në një humner që nuk ekzistonte në asnjë hartë. Çfarë kërkonin qindra apartamente luksoze të ndërtuara nën tokë, në mes të ferit të rërës? Pse ushtria po e tërhiqte zvarr me një qese në kokë, sikur të ishte kriminali më i rrezikshëm në botë? Qëndroni me ne, sepse ajo që zbulon ky njeri do t'ju bëj të rrethoni nga ankthi. Kjo nuk është thjesht një histori mbijetese, është zbulimi i një qyteti fantazmë që qeveria dëshiron ta varrosë përgjithmonë. Marabi nuk doi të ishte kurrë në këto anë të shkretëtirës. Ai kishte injoruar të gjitha paralajmërimet, madje edhe kërcënimet e drejtpërdrejta nga qeveria që e cilësonin këtë zonë si vdekje prurëse dhe të ndaluar. Por kur ai gjeti atë që ishte fshehur thellë në rër, ai e kuptoi menjëherë pse ky ishte një territor i kufizuar me kaq rreptësi. Ai kur nuk ishte pritur të gjente një qytet të tërë kaq larg në asgjë. Megjithatë, qeveria do të siguronte që ky zbulim të kishte pasoja madhore për Marabin. Marabi e dinte se ishte në telashe të mëdha. Ai ishte i lidhur me pranga në pjesën e pasme të një kamioni ushtarak me një qese të zezë mbi kokë, pasi zyrtarët qeveritare e kishin gjetur dhe i kishin tërhequr zvarr nga ai qytet i çuditshëm që sapo kishte zbuluar. Meti i tij ishte ende plotësisht e tronditur. Kishte me mira apartamente atje poshtë, në sipërfaqen e rërës, dhe ai ishte i sigurt se pothuajse askush në botë nuk dinte asgjë për to. Por pse? Pse po shkonte qeveria deri në këto masa ekstreme për të mbajtur këtë një sekret kaq të errët? Marabi do ta mësonte këtë shumë shpejt, sepse kur u përball më në fund me realitetin e zbulimit të tij, ai përfundoi duke dëshiruar që të mos kishte shkelur kurrë në atë shkretëtirë të mallkuar. Shkretëtirat afrikane janë aq jashtëzakonisht të pafundme, saqë pjesë të mëdha të tyre janë praktikisht të paarritshme vetëm përmes tokës për shkak të kushteve ekstreme që ndodhin atje. Madje edhe një afrim përmes qiellit mund të jetë me rrezik vdekje prurës për shkak të kërcënimit të vazhdueshëm të stuhive të rërës që mund të gëlltisi një avion në sekonda. Prandaj është e sigurt të thuhet se ka shumë zona që njerëzit nuk i kanë parë me sy prej vitesh, të paktën këtë donte qeveria që njerëzit ta besonin. Në fakt, kishte pasur shumë njerëz që kishin dashur të arrinin në këtë pjesë të shkretëtirës për arsye të ndryshme. Disa kishin motive shkencore, ndërsa të tjerët thjesht donin të testonin kufitë e tyre njerëzor. Sido që të jetë, të gjithë kishin nevojë për leje zyrtare për të udhëtuar nëpër këto pjesë dhe qeveria nuk e jepte kurrë atë. Ata nuk mund të bindeshin me asnjë lloj logjike, sigurimi apo edhe me shuma të mëdha parash. Pjesë të mëdha të shkretëtirës do të mbeteshin të mbyllura për publikun. Shumica e njerëzve thjesht e pranuan këtë si një kokëfortësi qeveritare, por Marabi nuk ishte një nga ata njerëz. Marabi ishte një atlet i qëndrueshmërisë ekstreme me një ndjekje masive në mediat sociale. Ai mendonte se mund të krijonte përmbajtje fantastike rreth një vrapimi nëpër shkretëtirën gjigante. Por kjo nuk ishte e thënë të ndodhte aq thjesht. Siç pritej, qeveria e hodhi poshtë kërkesën e tij sapo arriti në zyrat e tyre. Nuk kishte vend për negociate, por në vend që ta pranonte këtë realitet, Marabi vendosi të dyfishonte bastin mbi idenë e tij. Refuzimi vetëm sa e bëri atë të dëshironte më shumë. Ai e dinte se nuk do të merrte kurrë leje, por gjithashtu e dinte se nuk ishte e mundur që çdo cep i shkretëtirës të kontrollohej apo të mbrojej. Kështu ai mori një avion drejt jugut e planifikoi me kujdes itinerarin, duke dashur të ishte sa më larg çdo qyteti apo fshati që të mos e shikte askush. Filloi në një fshat të vogël ku pagoi dikë 3 fishin e çmimit që ta dëgonte 2 orë thellë në shkretëtirë. Ai premtoi shoferit se nëse nuk do t'i tregonte askujt, do ta paguante edhe 2 fish pas udhëtimit. Gjatë 4 ditëve të para, Marabi u bë një nga njerëzit më të ndjekër në Twitter. Shikimet po rriteshin si çmenduri. Ai mendonte se po ndërtonte karrierën e jetës së tij,
Gjithçka po shkonte mirë, moti ishte i qetë, ndërsa diçka ndryshoi. Në mes të udhëtimit të tij në tokat e ndaluara pa pritur lidhja e tij e internetit u ndërprej plotësisht. Barabi mbeti i shtangur. Pa internet ai nuk mund të transmetonte live dhe të humbiste audiencën. Ai vendosi të vazhdonte jo vetëm për shikimet, por edhe për testuar veten. Por ai ishte gati të ndeshej me një pengesë shumë më të madhe se humbja e Wi-Fi-s. Gjatë ecjes së ditës tjetër, duke qenë i fiksuar pas kamerës së tij, ai pothuajse nuk e pa që po hidhte hapin në një lloj humnere që u shfaq nga asgjëja para tij. Këmba e tij ishte tashmë mbi buzë kur ai e kuptoi. Nga shoku, ai u hodh mbrapsht në rër, por kamera i ra nga dora dhe u rrokullis poshtë në humner. U deshën sekonda që ai të dëgjonte zhurmën e përplasjes së pajisjes në një sipërfaqe të fortë. Kur u ngrit dhe shikoi përpara, syt i donën nga vendi. Nuk ishte vetëm një humner, kishte qindra të tilla, shumë të ngushta, por të dukshme. Marabi u afrua me kujdes në buzë të greminës dhe pa poshtë. Ai priste të shikte gur të qarë apo ndonjë lum sekret, por ajo që pa ishte e pamundur. Ai nuk mund t'u besonte syve, pasi ishte një fata morgana, por gjithçka dukej tmerrsisht reale. Në anën e atyre humnerave kishte apartamente të vogla. Ai pa madje edhe një rrugë në fund të tyre. Gjithçka dukej e braktisur, ose sikur askush nuk kishte jetuar kur aty. Papritur koha u bë e çmuar. Nga këndi i syrit ai pa disa automjete që po i afroheshin me shpejtësi të madhe. Ishin makina qeveritare. Ata ishin aty për ta arrestuar. Kur e kapën, zyrtarët i thanë me një zë të ftohtë sa ai nuk duhej ta shihte kur këtë. Doli që qeveria po ndërtonte shtëpi të përballueshme dhe apartamente sociale për njerëz më pak të pasur dhe të pastre. Ata i kishin ndërtuar ato nën tokë për t'i mbrojtur nga elementet e egër të natyrës dhe nxehtësia vdekjeprurëse. Megjithatë, projekti nuk ishte as afër përfundimit dhe ata kishin nevojë ta mbanin sekret për të parandaluar dyndjen e njerëzve, hajdutëve apo personave që mund të zaptonin shtëpit pa leje para kohe. Marabi kishte zbuluar shpresën e fundit për mira njerëz, por për të, kjo do të thoshte fundi i lirisë së tij për një kohë të gjatë.